Një nënë që i ka vdekur burri, i ka vdekur 7 fëmijë dhe vetëm një fëmijë ka gjallë, fatkeqësisht ai është person me aftësi të kufizuar të përhershme. Para 17 vite kemi bërë një aksion, e kemi qujtë sofra bamirësisë në shesh. Kemi grumbulluar para për një shoqe. Do thonë ajo është nisë më e parë që ka ndodhur vitin 2004. Mandej kemi dalë me disa aksione tjera për dhuratat e fund vitit për familjet skamnore këtu. Mandej kemi marrë iniciativa të ndërtojmë shtëpi për ata raste që i kemi, do thonë, vizituar dhe kemi organizuar si shoqëni. Mandej kam kalu te shoqata e timat e Ballkanit, tash unë jam përgjegjës për Vizionin 05, vizitoj familje, i shajën të vërteta. Po cili ka qenë faktikisht rasti që të ka prekur më së shumti dhe që në farforme ka ndikuar edhe tek te, sepse e dimë që gjithçka mund të ndikojë edhe në disponimin tonë, mund të ndikojë edhe mënyrën se si shohim. Për rastet që kam takuar familjare. Rastet e tua të cilat i ke takuar, por gjithmonë e dim që ne të gjithë e vim ose kur bëjmë e diçka, gjenezën e ka edhe në diçka tonë personale. Po, në faktu, po flas, gjitha ata që njojnë e din që ka 6 vite, 3 muaj që unë kujdesem për një familje, me të gjitha. Një nënë që i ka vdekur burri, i ka vdekur 7 fëmijë dhe vetëm një fëmijë ka gjallë, fatkeqësisht ai është person me aftësi të kufizuar të përhershme. Ky është rasti i cili në gjitha emisionet e kudo në takimet që kam ndajat edhe në gjitha ata që takoj, është rasti që më ka prekur më shumti. Ajo tash për të 4-tën herë po e lufton kancerin. Është një nënë që Zoti deshte të jetë ashtu, po ka një vullnet shumë të madh, megjithëse kushtet ekonomike ata jetojnë me 250 ose 300 euro, tash në kushtet që është, kemi angazhuar edhe një grua që t'ja bëj bukën edhe ta... Pra kishte 7 fëmijë... 7 fëmijë të vdekur dhe burrin. 7 fëmijë të vdekur dhe burrin dhe tashmë jeton vetëm me një fëmijë. Po, ai është me aftësi të kufizuar të përhershme, dikon e kam postuar në rrjetet sociale që edhe ato e kanë rrahur një ditë, fatkeqësisht. Si e kanë rrahur? Po, këta që 3 që rrinë në për qytet, do thonë e ka rrahur një djalë 13 vjeçar që ka dashur t'ia marrë parat, e ka marrë syve, është fakt publik. Falenderoj policinë e Kosovës që më kanë ndihmuar që brenda 30 ose 40 minuta e kemi zbuluar kush është, po fatkeqësisht ligjet tona nuk kanë çka t'i bëjnë një fëmijë 13 vjeçar. Edhe ajo që ka marrur përgjigje për institucioneve që ai do trajtohet në qendra rehabilituese derisa t'i bëhet mosha 14, ai është e përjashtuar prej shkollës, është i njohur në Ferizë për rastet. Zakonisht, po përmendim si emër, ai djali i dhurojnë para kalimtar të rastit, njohin gjithë, është djali më i dashur në qytet, edhe ata që, do me thonë, ata që rrinë rrugëve, do me thonë e rrahin edhe ja marrin parat. Çdo mbro, me atë ditë nuk ka refuzuar t'ju jap, ose s'ka posto, spedisi, nuk ka ditur të na shpjegoj, edhe kon rasti më i prekshëm. Po do me thonë, për mena si familje, për mua është rasti më i prekshëm edhe mas saj ka ndodhur shumë raste tjera. Du me thonë që unë i vizitoj edhe gjithë ata njerëz që jetojnë vetëm, kujdesen për ta për ushqim ose për kushtet që i kanë. Ka shumë të tillë në regionin e Ferizajt? Fatmirësisht nuk ka se i trajtojmë, i rregullojmë dokumentacionin, shkojnë te Halil Kastratin në gjinat, te shtëpia e të moshuarve, jetimat e Ballkanit, edhe ka raste, do me thonë, të izoluar. Janë edhe një rast se dy që presin të trajtojnë.